Zgjedhjet e parakohshme parlamentare mbeten në qendër të vëmendjes dhe tema për të cilën kryeministri Hristian Mickovski flet në çdo paraqitje mediatike. I pyetur nga gazetarët, Mickovski i vlerësoi si të turpshme veprimet dhe deklaratat e opozitës, e cila sipas tij po taktizon nga frika. Tha se qeveria ka mandat 4 vjeçar dhe se është e fokusuar në vazhdimin e proceseve dhe reformave të filluara tashmë 26 muaj. E dini qëndrimin ton, mandati i kësaj qeverie është 4 vjeçar. Ajo çka unë shoh nga opozita, taktizimi i zymt kur flasin për zgjedhjet e parakohshme parlamentare, po edhe deklaratat të turpshme. E përsëris, mandati jon si qeveri është 4 vjeçar dhe prioriteti jon janë qytetarët, interesi i qytetarëve, projektet po edhe reformat që duhet t'i përfundojmë e të cilat qytetarët i presin prej nesh si qeveri. Kryeministri foli edhe për çmimet e derivateve, duke deklaruar se pavarësisht rritjes së fundit, karburantet në Maqedoninë e Veriut mbeten ndër më të lirat në rajon. Ai tha se kjo ka bërë që një numër i madh i qytetarëve nga vendet fqinje të furnizohen në pikat e karburanteve pranë kufive. Dizeli në Maqedoninë e Veriut është gjysmë denar për litër më lirë se në Shqipëri, 35 cent më lirë se në Serbi, është nga 30 deri në 50 cent më lirë se në të gjitha shtetet në rajon, Greqi, Kroaci, Bosnjë, Malizi. Nëse lëm anash politikën dhe fillojmë t'i shohim numrat, do të vim në përfundim se për momentin qytetarët e Maqedonisë, po edhe pjesa e qytetarëve nga vendet fqinje vinë e furnizojnë me derivate në Maqedoni. Si qeveri, derivate sigurojmë jo vetëm për qytetarët tanë, sepse për 50 ose 60% është rritur volumi shitjes së derivateve, qoftë benzina, qoftë dizeli që shitet në pompat tona. Ndërkohë, kryeministri paralajmëroi se në periudhën e ardhshme do të vijojë edhe procesi i rikonstruimit të qeverisë. Kësaj radhe ndryshimet pritet të prekin pozitat e zëvendësministrave dhe drejtorëve, ndërsa emrat e atyre që do të largohen dhe të personave që do t'i zëvendësojnë, sipas Mickovski, do të bëhen të ditura së shpejti.